Ky është një aktivitet I organizuar nga organizata jo qeveritare Mundësia, e mbështetur nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, si dhe organizata partnere në shëndetësi AQH, e cila ka të bëjë me edukimin, promovimin shëndetësor dhe këshillimin, e cila është një komponent shumë e rëndësishme e parandalimit të smundjes dhe e krijimit të jetës së shëndetshme. Gjatë këtij aktiviteti, qytetarët mund të informohen për faktorë që ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në shëndetin e tyre, siç janë për shembull përdorimi I duhanit, përdorimi I alkoolit, ushqimi, pastaj përcjellja e vlerave të tensionit arterial, si dhe përcjellja e vlerave të glikemisë, e po ashtu është edhe një ambient atraktiv për fëmijët, në mënyrë që institucionet shëndetësore dhe personeli shëndetësor të krijojnë një ambient sa më miqësor, në mënyrë që ata të marrin shërbimet shëndetësore të duhura. Organizimet të tilla janë të rëndësishme në komunitet për arsye se vizitohet shumë nga qytetarët, edhe në këtë rast ne I mbështesëm me mjek dhe me infermier në këto takime përveç informatave që jepen në lidhje ose këshillave në lidhje me ruajtjen e shëndetit. E shfrytëzojmë rastin për matjen e shtypjes, matjen e indeksit masës trupore, matjen e glikemisë, po ashtu edhe jepen informacione të shumta në lidhje me shërbimet të cilat mund të merren në kuadër të qendrës tonë më pastaj, do të thonë pas këtij aktiviteti. Edhe qytetarët tonë kanë përfituar shumë. Po përmendni një rast ku para 2 vite kemi qenë të lokalizuar në lagjen Adem Voca, ku faktikisht interesimi I qytetarëve ka qenë shumë I madh për me vizitu këto tenda, edhe ato janë identifikuar një numër kogja I madh me hipertension edhe me diabet, që më pastaj jemi marrë me këta pacienta edhe qoftë me trajtimin e tyre, me përshkrimin e terapisë, e kështu me radhë. Organizata jo qeveritare Mundësia operon që 23 vite, do me thonë, me aktivitetet e saja, dhe ky është viti I 7 me radhë ku organizata jonë është partnere e projektit AQH, Accessible Quality Healthcare, dhe për post sesioneve të cilat shëndetësore të cilat I majmë me popullatën, ne gjithashtu kemi filluar edhe me organizimin e karvaneve shëndetësore, sikur ky karvani sot që po e shihni. Kemi mbajtur gjithsej në 14 komuna karvane shëndetësore dhe qëllimi I tyre është informimi I popullatës për rrezikshmërinë e sëmundjeve jo të transmetueshme. Ky aktivitet bëhet gjithashtu në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetësisë të Komunës së Mitrovicës dhe me Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjatçunin në Mitrovicë, pa të cilët kjo aktivitet nuk është mujt as më realizuar në këtë formë që po e shihni edhe sot. Sot jemi në tunelin e parë. Ne kemi përzgjedhur së bashku me partnerët tonë këtë si lokacion të rëndësishëm për me organizu këtë aktivitet dhe po shihet që edhe interesimi I popullatës është I kënaqshëm, e sidomos edhe jemi këtu pranë fabrikës së flotacionit, ku edhe shumë punëtorë kanë shprehë interesimin për me I marrë edhe shërbimet dhe informacionet të cilat I ofron ky karvan shëndetësor. Jemi edhe te ambulanta ose te qendra e mjekësisë familjare këtu në tunelin e parë, ku edhe stafi I kësaj qendre po na ndihmon me punë të cilat ata jo ka I bojnë sot. Me karvane do të vazhdojmë jo vetëm në komunën e Mitrovicës, por e kemi edhe komunën e Skënderajit, të Vushtres, kemi Gjakovën, Rahovecin e disa komuna tjera. Për neve si organizatë është shumë e rëndësi organizimi I këtij aktiviteti, sepse e shohim që edhe nevoja për popullatën për me marrë sa më shumë informacione, po edhe shërbime shëndetësore është shumë e madhe. Më dha rasti dhe të bëj
të bëj grupin e gjakut, besoj edhe të di ku jam në gjak, kështu që mu më pëlqej shumë aktiviteti tyre. Them drejtë kish pas ndoshta shumë më mirë dhe kish qenë shumë më shpesh me pas kësi aktivitetesh, me njoftue njerëzit, qytetarët, po edhe pse jo nëpër fshatra ku janë më pak të informuar rreth këtij aktiviteti. Ka pas kontrollat mira, thjesht ashtu, mirë, mjaftojnë për qytetarë, për punëtorë, për ato. Kisha pas dëshirë që të vinë edhe pak më shpesh, të japin edhe disa këshilla gojore përveç të shkruame, në mënyrë që dikush i kupton, por t'jenë edhe kontrolla pak a shumë më të thella, më dinjetoze pak për shëndetin, sidomos për punëtorët e kombinatit Trepça. Mua më pëlqej shumë aktiviteti që kemi pas këtu, më kam pëlqyer artët që mi kam bërë, që kam bërë unë një flutur, që kam bërë me ngjyrën pink të pembe. Mua më kam pëlqyer dhe frutat që kam pasur për shëndetin tu, më kam pëlqyer dhe fjalët që kam thënë për shëndetin, që kam thënë që shëndeti ne duhet të ham pemë përime, lënçe. Ka qenë shumë interesant, kemi mësuar për shëndetin tonë dhe kemi mësuar më shumë për veten tonë. Kemi pasur vizatime në fytyra, ka qenë shumë e mrekullueshme. Për të gjithë njerëzit mos harroni se të gjithmonë je i rëndësishëm edhe mos harroni çdo herë duhet të hani shëndetshëm për shëndetin tuaj. Mund të jeni kampion nëse mund të bësh këtë.